sot do të hymë në psalmin 8, dhe psalmi 8 është një psalm i veçantë, është një psalm i lartë në fakt. Davidi ka rregulluar marrëdhënie me Zotin, ne kemi folur për këtë, ai ishte jashtë bashkësisë me Perëndin, por ai kthehet edhe përballet me disa sfida dhe ai kalon ato. Dhe psalmi 8 është një psalm ku ai ka hyrë në atë jetë me bollëk, si themi ne, në dhjetën e re, ose në plotësinë e marrëdhënies me Perëndin. Edhe ai bën një psalm të mrekullueshëm. Edhe ai ngre lart emrin e Zotit. Edhe pikërisht për këtë thot psalmi 8, le të lexojmë së bashku edhe të shohim çfarë Perëndia ka për të na thënë. O Zot, Zoti ynë, sa i epërm është emri yt në mbardheu. Ti që ke vënë lavdin tënde për mbi qejt, nga goja e foshnjave dhe atyre që më kohen, ti ke caktuar forcë për shkak të armiqve të tu, që ti ta arreshtësh armikun dhe hakmarrësin. Kur marr parasysh qiejt e tu, veprën e gishtave të tu, hënën dhe yjet që ti ke caktuar, çfarë është njeriu që ti të kujtohesh për ta, dhe biri njeriu që ti ta vizitosh ata? Se ti e ke bërë pak më të ulës se engjëjt, dhe e ke kurorzuar me lavdi ende. Ti e bërë të ketë sundim mbi veprat e duarve të tua. Ti ke vënë të gjitha gjërat në këmbët e ti, gjithë delet dhe qetë, po dhe shtazët e fushët, fluturakët e ajrit dhe peshqit e detit, dhe çfarëdo që kalon përmes shtigjeve të deteve. O Zot, Zoti ynë, sa i epërm është emri yt në mbardheun. Le të lutemi së bashku. Faleminderit Perëndi që na mbledh së bashku në shtëpinë tënde, Zot, për të gëzuar në pranin tënde, për të adhuruar ty, edhe gjithashtu për të dëgjuar zërin tënd, Zoti. Edhe unë lutem Perëndi që ti të na flasësh sot, edhe lutem që secili prej nesh të mund të marrë një fjalë, po jo fjalën time, fjalën që vjen prej teje, Zot, fjalën e Perëndis. Edhe lutem Perëndi që nëse dikush është i humbur, hapi sytë të shpëtohet. Ne kemi nevojë për ty, Zot. Zbuloje veten tënde te njerëzit, Zot, qofshin të shpëtuar ose të pashpëtuar. Për kush jemi ne, Zot, që ti het sytë mbi ne? Sa e epërm është emri yt, Zot ynë. Sa madhështor, Zot, dhe i mahnitshëm je, Zoti. Edhe prap ti he sy tek ne, faleminderit, Zot. Të mirënjohës Perëndi dhe i denj gjithashtu je për adhurim ndaj teje, Zot. Sepse askush nuk është barabar me ty. Kush është një Perëndi i tillë, kaq i veçantë, Zot. Vetëm ti, Zoti. Zbuloje veten tënde, Zot, njerëzve të tu sot. Në emër të Jezusit, Zot, lutem. Amen. Amen. Pra, shikoni sa i epërm është emri yt. Sa i epërm është emri yt, edhe pikërisht këtë do të shohim sot, epërsia e emrit të Perëndis. Edhe Bibla flet shumë për epërsinë, edhe nëse keni vënë re për shembull Danieli ishte një person që kishte një frymë më të epërme, ose një frymë më të lartë, ose gjithashtu Pali u mëson Korintasve, ndërkohë që ata po diskutonin me njëri tjetrin, cilën dhunti të kem, cilën dhuratë të kem, sepse dhuntia e dhuratës është e njëjta gjë, edhe po hashin si fëmijë të vegjël, edhe Pali u thotë do ju mësoj një rrugë më të lartë. Edhe u mëson atë që është e pari Korintasve 13 për dashurinë. Pjetri gjithashtu tregon që kur Perëndia foli në malin e shenjtë, ku ishte Pietri, Jakobi, Gjoni dhe Zoti Jezu Krishti u shpërfytyrua dhe në krah u shfaq Mojsiu dhe Elia, Pietri thotë që erdhi një zë nga lavdia e epërme. Pra kur flasim për gjërat e epërme, po flasim për gjërat që qëndrojnë mbi çdo gjë tjetër, mbi gjitha gjërat e tjera. Në lidhje me Perëndin, fjala e epërm është në shkrime, Perëndia është i epërm në pushtet. Për shembull tek Jobi na thuhet, për sa i përket të plotfuqishmit, ne nuk zbulojmë dot atë. Ai është i epërm në pushtet, në gjykim dhe në shumë drejtësi. Ai nuk do që të sfilit. Është i epërm në pushtet, domethënë qëndron më lart se çdo pushtet tjetër, më lart se çdo gjykim tjetër, më lart se çdo drejtësi tjetër. Pra ka epërsi absolute. Në lidhja me krijimin, te Isaia 12:5 thuhet, këndojeni Zoti sepse ai ka kryer veprat e epërma. Kjo është e njohur në mbar botën. Domethënë veprat e Perëndis janë të epërme, superiore. Kur ne përdorim faktikisht këtë terminologji në veprat, ne themi për shembull gjërat lindore ose të kinës nuk janë dhe aq cilësore se sa ato që janë perëndimore. Por kur flasim për veprat e Perëndis, nuk ka krahasim. Nuk mund të vësh në krahasim siç mund të vëmë mallin e kinës me mallin për shembull gjerman, sepse veprat e Perëndis janë të epërme, janë të përsosura, kanë një standard shumë të lartë. Gjithashtu edhe në veprim, thot Zoti, është i epërm. Dhe na thuhet tek Isaia 28 vargu 29. Dhe kjo vjen nga Zoti i ushtrive, i cili është i mrekullueshëm në këshill dhe i epërm në të vepruar.
i mrekullueshëm në këshill. Domethënë kur Perëndia këshillon, plani i tij, këshilla e tij është e mahnitshme, është pa të meta. Por gjithashtu kur Perëndia vepron ose e vën në zbatim planin e tij, ose ai këshillon njerëzit e tij, ajo qëndron shumë lart. Është e epërme, është supreme. Edhe pikërisht për këtë po flasim. Ne për shembull veprat tona janë subjekt i rikorrigjimit her pas hershëm, sepse ne jemi poshtë. Por Perëndia kur jep këshillën, kur bën veprat, janë absolute, janë të përsosur. Kur flasim për emrin e Zotit, është i epërm. Është i epërm. Edhe Bibla thot për shembull te Psalmi 143:13 përsëri, le të lavdërojmë emrin e Zotit. Dhe emri i Zotit nuk është vetëm thjesht emri i tij, por është ajo që është Perëndia. Vetë Perëndia është i lidhur me emrin e tij. Emri i tij është i shenjtë, Perëndia është i shenjtë. Emri i tij është dashuri, Perëndia është dashuri. Emri i tij është i hirshëm, Perëndia është i hirshëm. Po ka një emër që Perëndia ka zbuluar veten e vet. Cili është emri? Është Jezus. Dhe ai mblodhet të gjithë këta emra, ai vuti në këtë emër. Dhe është emri Jezus mbi çdo emër. Po kur flasim për emrin e Zotit thot, le të lavdërojmë emrin e Zotit, esencën e tij, atë që ai është. Edhe thot sepse vetëm emri i tij ka përsi. Vetëm emri i tij ka përsi. Thot Bibla, përmbi dheun e qiellin është lavdia e tij. Që do të thotë që ka shumë emra mbretësh, ka shumë emra engjësh, ka shumë emra që mund të gjesh në këtë planet, në këtë univers. Ka vetëm një emër që është superior. Ka vetëm një emër që është i epërm, edhe është emri i Zotit, dhe të gjithë emrat e tjerë përpara emrit të tij bien. Pra, përsia e emrit të Zotit është ekskluzive. Asnjë emër tjetër nuk qëndron mbi atë. Në Bibël i epërm ka kuptimin që qëndron në majën më të lartë, duke kaluar çdo kufi të krahasueshëm, i përsosur në natyrë, me epërsi absolute dhe autoritet sovran mbi çdo gjë tjetër. Nëse e mbledh për kufizimin e Biblës, kjo është ajo që Zoti na tregon. Prandaj Davidi thotë, sa i epërm është emri yt, duke thënë për Perëndin ton, te Veprat 4:12 thotë, dhe nuk ka shpëtim në asnjë tjetër, sepse s'ka asnjë emër tjetër në qiell të dhënë ndër njerëz me anë të cilit duhet të shpëtohemi. Është një emër superior, i epërm, qëndron mbi gjithçka, është emri Jezus. Çdo gjuhë do të bjerë një ditë përpara tij, dhe çdo gjuhë do të rrëfejë një ditë që ai është Zoti. Ta le të shkojmë nga shkrimet, 3 zbatimet historik, praktik dhe doktrinar të Psalmit 8, dhe është një psalm i mrekullueshëm. Tani thuhet në hyrje mjeshtër të korit mbi gitit Psalmi Davidit. Është Psalmi Davidit, historikisht Davidi shkruajti këtë psalm, edhe Davidi siç thash është kthyer në marrëdhënie me Zotin, ai është lart, ai është plot me frymën e shenjtë, edhe ai është duke ecur me Perëndin. Edhe në këtë marrëdhënie me Perëndin, Davidi ka bërë këtë psalm, që është psalmi mrekullueshëm dhe është një psalm që lavdëron, lartëson, madhëron emrin e Perëndisë son, është komunikimi i lartë i Davidit. Gjithashtu është një psalm sipas modelit Gatse. Sipas modelit Gatse ose gitit nënkupton sipas një instrumenti me korda të modelit Gatse ose të një zone në Gath, që është në fisin e Judës. Kjo është nga ana historike, Davidi e bëri këtë psalm në marrëdhënie të ngushtë me Perëndin. Gjithashtu zbatimi doktrinar, duke kuptuar fjalën gitit, faktikisht mund të kuptojmë shumë si Perëndia vendos këtë, edhe pastaj të shohim gjithë psalmin. Fjala gitit vjen nga një rrënjë që ka kuptimin gaviç ose venç. E do të shpjegoj këto, po te Isaia 63:1-3, gaviç është voza, ose vendi ku blidhen rushi, edhe hipin ata që e kanë mbledhur rushin dhe shtypin ata. Kjo është gaviçi. Tani te Isaia 63, kur ne e gjejmë këtë fjalë, gitit, rrënjën e kësaj fjale, ne e gjejmë këtë te Isaia 63:1-3, dhe bën re konteksti është mjaft i qartë. Kush është ai që vjen nga Edomi me petka të ngjyra nga Bocrahu? Ky është i lavdishëm në veshje duke udhëtuar në madhështinë e forcës së tij. Ky është Zoti Jezu Krisht duke u kthyer në ardhjen e tij të dytë. Unë që flas me drejtësi, i fuqishëm për të shpëtuar. Përse e ke të kuqe veshjen dhe petkut tënd si ai që shtyp në gaviç? Pra ai që po ndodhesh ka një pyetje që Zoti Jezu Krisht kur kthehet në ardhjen e tij të dytë, ka rrobën e tij të ngjyrë me të kuqe, njësoj si ai që ku shkon tek voza edhe shtyp atë, atëherë ajo që ndodh është që lëngu i rushit përkat rrobat e tij dhe bën të kuqe. Edhe thot, i vetëm e kam shtypur vençën. Tani gaviçi është kthyer venç këtu. Asnjë nga popujt nuk ishte me mua, sepse do të shtyp
ata në zemërimin tim, do t'i shkel ata në tërbimin tim, gjaku i tyre, pra nuk po flet më për rushin tani, po flet për njerëzit që Perëndia do të akmerret kundër njerëzve në ardhjen e tij të dytë, ka për të spërkatur mbi petkat e mia dhe do të njollos gjithë veshjen time. Pra gititi na vendos në kontekst në ardhjen e dytë të Zotit Jezu Krisht, edhe te Joeli 3 gjëm përsëri, vini draprin në to sepse të korrat janë pjekur, e janë zbrisni por sepse gaviçi. Është kjo fjala gititi ose rënja e saj më saktë, është për plot dhe butet për të përmbysura sepse e madhe është ligësia atyre. Te Vajtimet 1:15 thot Zoti ka shkelur nën këmbë të gjithë fuqitarët e mi në mesin tim. Ai ka thirrur një asamble kundër meje për t'i dërmuar djalmoshat e mi. Zoti e ka shkelur vigjereshëm bien e Judës si në një venç vere. Tani kuptoni ndryshimin, është e njëjta rënjë, por Zoti përdor dy fjalë të ndryshme nga e njëjta rënjë. Vença është vendi, boza, ku hidhet rushi, edhe shkojnë dhe shtypin atë, edhe del lëngu i rushit mushti, ndërkohë që shtypen. Tani, kjo është vença dhe gaviçi. Po kur Zoti i krahason këto me njëra tjetrën, duhet të dini një gjë që pasi e kalojnë si shtypuri me këmbë, në këtë venç ose gaviç, dallimi midis tyre është kjo. Njëra prej tyre është shtypja me këmbë, tjetra ka një rrotë metalike, edhe e ushtrojnë, e lëvizin atë rrotë metalike me kujdes, e rrotullojnë derisa del çdo gjë edhe nga lëkura. E kuptoni, pra është një proces që shtypet që të marrë gjithë shka që mund të marrësh nga rushi. Prandaj Zoti përdor venç dhe përdor dhe gaviç. Tani në ardhjen e dytë të Zotit, hakmarrja e Zotit është shumë e thellë. Edhe është njësoj si ushtron një vjelës i rushit për prodhimin e verës në gaviç edhe në venç, kështu të bëj Zoti në ardhjen e tij të dytë. Nuk është thjesht do të merret me njerëzit, por ai do të derdhë zemërimin e tij në ekstrem. Prandaj është zemërimi i Zotit në ardhjen e dytë. Te Zbulesa 14, 19 dhe 20 thot, dhe engjëlli e vuri në dhe draprin e tij dhe u mblodhi hardhin e dheut dhe hodhi atë në vençën e madhe. Vença është ajo pjesë metalike në fakt, që e shtyp ata. Gaviçi është ajo që e shtyp me këmbë. Edhe thot, të mërisë së Perëndis ose zemërimit të Perëndis, dhe vença u shkel jashtë qytetit dhe prej vençës doli gjak. E po flasim për njerëzimin tani, deri te frerët e kuajve për një hapësirë prej 1600 stadës. Pra titulli i këtij na vendos në kontekst në ardhjen e dytë. Gjithashtu, duke kuptuar vetë Psalmin 8, ne shohim që Psalmi 8 shkon për mbretërinë vjeçare, sepse kur Zoti kthehet, ai do të vendos mbretërinë e tij për 1000 vjet. Edhe thot, o Zot, Zoti ynë, sa i epër më është emri yt në mbardhën. Edhe mbyll përsëri me këtë, sa i epër më është emri yt në mbardhën. Tani, emri i Zotit nuk është i epër sot mbi tokë. E dini që e thyejnë Zotin, e hedhin poshtë, e përbaltin. Por kur ai të kthehet në ardhjen e tij të dytë, ashtu si thuhet tek Filipianët, çdo gjuhë do të rrëfejë që ai është Zot, dhe çdo gjuhë do të përkulet që ai është Zoti. Edhe ashtu si thuhet tek Mateu, që ai do të mbledh kombet në ardhjen e dytë, kur ai të ulet në fronin e lavdishëm, edhe ky fron është në Jeruzalem, e do të mbledh kombet, do të ndaj kombet si të ndan bariu delet nga qet. Por në atë ditë do të jetë emri i tij lavdishëm. Te Isajahu 2:11 thuhet, vështrimi kryelartë e njeriu ka për të përulur, kryelartësia e njerëzve ka për të përkulur dhe vetëm Zoti do të lartësohet kur. Në atë ditë. Pra sa i epër më është emri yt në mbardheu, nuk është sot. Sa i epër më është emri yt në mbardheu, na vendos në kohën e mbretërisë 1000 vjeçare. Ku Zoti do të lartësohet në atë ditë. Te Zakariahu, kapitulli 4 dhe 9, shikoni aty konteksti është ardhja e dytë e Krishtit, dhe në atë ditë këmbët e tij dhe këmbët e Jezusit kanë për të qëndruar mbi malin e ullimit që ndodhet përpara Jeruzalemit në lindje. Edhe mali do të ndahet e të dalin ujëra etj. Tani vjen re, dhe Zoti ka për të qenë mbret mbi bardhën. Kur? Në ardhjen e dytë, për 1000 vjet. Edhe thot, në atë ditë do të jetë vetëm një Zot. Dhe emri i tij, veç çdo emër. Emri i tij i vetmi emër. Pra, kur Davidi duke thënë, sa i epër më është emri yt në mbardhën, ai po e vendos në frymëzimin e frymës së shenjtë, në fakt fryma e shenjtë e vendos këtë psalm në ardhjen e dytë. Në ardhjen e dytë dhe në mbretërinë
1.000 vjeçare. Tani ka një keq kuptim teologjik, e unë do të shpjegoj pak të, por në qoftë se kupton qartë shkrimet, nuk ka nevojë për keq kuptime. Mjaft të krishterë, madje kisha, e marrin këtë varg dhe zbatojnë këtë në mënyrë të gabuar. E do të shpjegoj pak në këtë. Ata thonë që lavdia e Zotit është përmbicejt, siç thot Psalmi. Por që emri i Zotit jetë i epërm në tokë, sepse nuk është. Edhe nuk e kuptoj shkrimet që emri i Zotit do të jetë i epërm kur Jezusi të vijë. Edhe ata mendojnë që kisha duhet të ushtrojë sundimin e vet në çdo sferë të shoqërisë. Po është gabim. Është gabim në këtë, sepse e marrin Psalmin dhe e aplikojnë në mënyrë të gabuar për veten. Sepse Psalmi 8:5-6 thotë, ti e ke bërë pak më të ulës se engjëjt dhe ke kryerzuar me lavdi dhe nder. Ti e bëre këtë sundim mbi veprat e duarve të tua, ti ke vënë të gjitha gjërat në këmbët e ti. Konteksti historik, kur Davidi shkruan, i referohet Adamit. Sepse po thotë, ti e bëre njeriun, po flet krijimit. Dhe ata çfarë bëjnë? Meqense emri i Zotit është lartësuar për mbi qejt, por nuk është i epërm mbi gjithë tokën, edhe meqense Zoti ka dhënë njeriu sundim, por nuk e ka akoma, atëherë ky sundim që Adami e humbi i takon kishës. Ata kisha çfarë duhet të bëjë? Duhet të ushtrojë sundim mbi ligjet, mbi qeverit, mbi familjen, mbi jetën mbi tokë, që të përgatisë atë emër të lavdishëm, dhe kur kjo të ndodh, Jezu Krishti do të kthehej. Kështu mësojnë. Në doktrinën e tyre, ata mësojnë se Adami e humbi këtë autoritet. Por Jezusi ja dha kishës. Po nuk është kjo që mëson Bibla. Është e bukur faktikisht, nuk tingëllon e bukur. Tani, në qoftë se nuk u bindet deri tani që emri i Zotit do të lartësohet në ardhjen e tij, dhe vetëm në ardhjen e tij do lartësohet, sepse thot atë ditë do të jetë emri i Zotit, atë ditë në ardhjen e dytë. Shikoni si e interpreton vetë Fryma e Shenjtë, Psalmin 8. Edhe e interpreton tek Hebrejt 2, 6-9, dhe kujt ja jep Zoti interpretimin. Thot, por njëri dëshmojë në një vend caktuar duke thënë, çfarë është njeriu? Kë po citon? Psalmin apo jo? Që ti të kujtosh për të, ose biri njeriu që ti ta vizitosh atë. Është direkt Psalmi 8 vargu 4. Ti e bëre pak më të ugël se engjëjt. Pra historikisht është po flet për Adamin. Por tani doktrinalisht ose profetikisht, Perëndia e merr tani aty ku Adami dështoi dhe vendos Adamin e fundit, që është Zoti Jezu Krisht, dhe e vendos të psalm, një psalm mesianik, profetik për të ardhmen. Ti e bëre pak më të ulës se engjëjt, ti e kurorëzove me lavdi dhe nder, ti vure përmbi veprën e duarve të tua. Ti ke vënë të gjitha gjërat në këmbët e tij. Edhe thot tani shpjegon se në këtë që ai vuri të gjitha në këmbët e tij, ai nuk la asgjë pa vënë poshtë tij. Pra do të thotë që çdo gjë është në këmbët e tij. Edhe thot, por tani ne nuk i shohim ende të gjitha të gjërat të vënë poshtë tij. Edhe për këtë po flet për Jezusin. Lexoni vargjet më poshtë, po flet për Jezusin. Atëherë kur Fryma e Shenjtë dëshiron të na interpretojë Psalmin 8, nuk thotë që ja kanë vënë kishës këto gjëra, po thotë ja kanë vënë Jezusit. Prandaj është një psalm mesianik. Është e pakuptim që kisha të pretendojë që të ushtrojë ndikimin e vet duke marrë Psalmin 8 duke zbatuar për veten. Direkt vargun poshtë, por shohim Jezusin. Pra do të thotë që tek Hebrejt 2 po flet drejt për Zotin Jezu Krisht. Jo për kishën. Dhe kur Zoti Jezu Krisht do të marrë sundimin mbi çdo gjë, e do të vërë armiq poshtë këmbëve të tij, ati do të vendos poshtë këmbëve të tij. Kur do të ndodhë kjo? Kur do të jetë emri i tij lavdishëm mbi gjithë dheun? Në ardhjen e dytë të tij. Sepse në ardhjen e dytë, vetëm atë ditë, emri i Zotit do të lartësohet, por jo sot. Tani misioni i kishës, sepse e di që ka shumë njerëz që i ngatrojnë gjëra. Edhe duhet jeni të urtë faktikisht në këtë. Sepse merren me çështje sociale duke menduar që ky është misioni i kishës. Por gabim. Misioni i kishës nuk është të merret me çështje sociale, por të ungjillizojë shpirtrat e humbur me ungjillin. Misioni i kishës nuk është të riparojë anijen që po mbytet, domethënë shoqërinë. Do ta rregullojmë këtë shoqëri me ligje, me tërë këto gjëra, ne do vendosim sundimin ton, sepse Zoti na dha mandatin te Psalmi 8. Fal, mandati te Psalmi 8 është për Jezu Krishtin. Nuk ka lidhje me kishën. Krahasoni shkrimet me shkrimet.
edhe është mjaft e qartë. Por misioni i kishës është të fush sa më shumë njerëz në varkën e shpëtimit. Edhe dy që fatkeqësisht pastorët shndrohen në figura politike duke ndërthurur fjala e Perëndis me politikën ose predikimi me politikën për gabim. Faktikisht disa besojnë vërtet që kisha kanë detyrë për të qeverisur dhe udhëhequr kombet. Tingëllon e bukur, po nuk është biblike. Përpjekja për të ndryshuar botën përmes politikës është një përpjekje njerëzore për të sjellë me forcë mbretërinë. Mandati i kishës nuk është të reformojë njerëzit, mandati i kishës është të transformojë njerëzit. Mandati i kishës nuk është të ndryshojë njerëzit nga jashtë brenda siç bëri komunizmi me forcë. Mandati i kishës është të shpëtojë njerëzit me anë të Ungjillit që Zoti t'i ndryshojë nga brenda jashtë. Ndoshta keni dëgjuar për mandatin e 7 maleve. Edhe ndoshta keni parë që shpesh herë Trumpi ndodhet me disë pastorëve ku njerëz luten për të. Edhe disa pastorë, disa kisha, përfshi dhe baptiste, quhen rrym reformatorë të rinj apostolik. Ata besojnë që Zoti ka dhënë mandatin me 7 male ose 7 maja për të ngjitur, për t'i zbatuar. Edhe ata janë duke u lutur dhe duke besuar që përmes politikës, përmes ligjeve, përmes shoqërisë, përmes ndikimit të kristianizmit në shoqëri, do të mund të arrijmë që Zoti të marrë lavdin mbi tokë. Dhe 7 majat janë, në foto keni një grua që ka vënë dorën tek Trumpi, quhet Paula Kane, edhe ajo është një nga ato që është sinkronizohet me 7 malet. Mandati i 7 maleve është qeveria e para. Synon ndikimin e drejt për drejt mbi ligje dhe strukturat e shtetit. Besojmë që kështu po përgatitet toka për mbretërinë. Media, kjo sferë përfshin media, rrjetet sociale për të përhapur vlerat e krishterë. Arsimi synon sistemin shkollor dhe akademik me parimet të Biblës. Tingëllojnë të mira, do të doja të bëhen këto gjëra. Por ky mandati kishë sot, do të kuptuar mbretëria e qeve dhe mbretëria e Perëndis ka ndryshime disë dy janë. Arsimi, biznesi, financat janë për të sjellë mbretërinë mbi tokë. Arti dhe argëtimi përfshin influencën midis muzikës, sportit, argëtimit. Familja shihet si themeli mbi të cilën ndërtohet çdo shoqëri. Ruajtja e familjes në baza të shëndosha. Feja ose kisha duhet të trajnojë njerëzit që të përmbushin ose arrijnë të 7 maja. Te Luka 17:21, dhe ka shumë për të folur për këtë, Bibla na tregon që ka kohra të paganëve, të cilat do të përmbushen nga Perëndia. Dhe këto kohra të paganëve, ato filluan në 606 para Krishtit. Keni këtë diagramën. Ajo që ndodhi është që Perëndia ja hoqi në 606 mbretërinë e qeve Izraelit. Është një mbretëri fizike, është një mbretëri e fjalë për fjalshme. Adami, nëse do të kemi kohë mund të shohim ndoshta me hirën e Zotit, por Adami ishte mbretërisë Perëndisë, mbretërive të qeve. Kur ai mori sundimin mbi tokë. Dhe kur mëkatoi, ai humbi mbretërinë e Perëndisë, ishte brendshme, dhe humbi të qenit biri Perëndisë. Por gjithçka vazhdoi në mbretërinë e qeve, ai shumua fizikisht, por jo në imazhin e Perëndisë. Nuk lindën më njerëzit bitë Perëndisë. Vazhdimisht lindën njerëzit në imazhin e Adamit nga zbulesa 5. Atëherë nuk kemi më mbretërinë e Perëndisë derisa vjen Jezu Krishti, që ofron mbretërinë e Perëndisë. Edhe Gjon Pagzori ishte ai që ofron më së pari. Por ajo që ndodh është në 606-ën, Perëndia çfarë bëri? E çoi Izraelin në robëri se nuk u bind. Edhe mbretëria e qeve kalon paganëve. Edhe kjo është ajo që gjejmë tek Luka 21, që janë kohrat e paganëve. Dhe po flasim për mbretëri fizike, edhe pushtet fizik që dominon planetin. Edhe ajo që ndodh është më përpara ishte supremacia hebre. Dhe do të jetë përsëri supremacia hebre kur në ardhjen e dytë të Jezu Krishtit. Sepse mbretëria e qeve është dhe natyra. Tani ajo që ndodh është kur Zoti çon Izraelin në robëri, fillon kohrat e paganëve. Mbretëria e parë që mori përsipër kohën e paganëve ishte mbretëria e Babilonisë, dhe mbreti i Babilonisë shikon atë statuin e madhe që interpretohet nga Danieli. Edhe vjen Babilonia, pastaj Medio Persia, pastaj vjen Greqia dhe së fundi vjen Roma.
Edhe Roma ka dy këmbë që ndahen në dy degë. Lindja dhe Perëndimi. Dhe në fund të dy këmbëve, ajo që gjejmë, çfarë gjejmë? Gjejmë hekur të përzier me balt. Edhe nëse shkonte Zanafilla 6, do të vësh re pikërisht ajo që ndodh që engjëjt zbresin në tokë edhe përzihen me fare njerëzore. Edhe është mbretëria antikrishtit, kur kisha të rrëmbehet, ajo që do të ndodhë që engjëjt do të zbresin në tokë. Edhe do të përzihen me fare njerëzore, mirë po fara njerëzore nuk përzihet me farën engjëllore, ashtu si balta nuk përzihet me hekurin. Por ajo mbretëri është mbretëria e fundit, që është mbretëria antikrishtit. Dhe nëse kuptoni gjithë këto gjëra, kuptoni mirë si punon Perëndia. Atëherë gjitha mbretëritë në këtë planet, gjithë politika, gjithë shka që kontrollohet në këtë planet, kontrollohet nga djalli, sepse Perëndia ja dha djallit që të kontrollojë këtë planet. Derisa kur të vijë Jezu Krishti do t'ua heqë Jezusi mbretëritë e botës edhe do i marrë vetë. Edhe të kërkosh që kisha të përmbush misionin e saj për të vendosur sundim politik, është t'i hedhësh hi syve, që të mos shohësh vlerën e vërtet pse Perëndia e dha misionin e tij. Edhe çfarë ka dhënë kishës. Tani tek Danieli, kapitulli 2, 44-45, na jepet që fundi këtyre mbretërive do të vijë nga një gur. Pra këto mbretërit nuk do të sfarosin nga kisha, po do të vijë nga një gur. Dhe ky gur nuk ishte një gur do si do, por një gur i pa prerë me dua. Edhe po flet për Zotin Jezu Krisht, sepse Bibla interpreton vetveten. Guri i qoshes, shkëmbi tek e parë Korintëve kapitulli 10, është Jezusi. Pra këto mbretëri do të shfarosen nga një gur, nga Jezu Krishti vetë, edhe do të vendosen një mbretëri për jetë. Edhe Bibla thotë që mbretëria nuk ka për të lënë më njerëzve të tjerë. Pra kur Jezu Krishti do të vijë, ai do të godasë mbretëritë pagane. Me doni pak, këto u dhanë profeci që në Danielin 2. Edhe ne jemi në kohrat e paganëve. Tani kisha është një mister në dhjetën e vjetë. Por ajo që ndodhe që Izraeli refuzoi mbretërinë e qeve, refuzoi dhe mbretërinë e Perëndisë. Në fakt refuzoi mbretërinë e Perëndisë sepse refuzoi të pranonte Jezusin si Mesia. E ndërkohë që refuzoi të pranonte Jezusin si Mesia, ajo që ndodhi është humbi dhe mbretërinë e qeve sepse refuzoi mbretërinë e Perëndisë. Dhe Perëndia çfarë bëri? Ja dha mbretërinë e Perëndisë kujt? Kishës. Po mbretëria e Perëndisë nuk është e jashtme, është e brendshme. Sepse tek Luka 17 thotë mbretëria e Perëndisë është brenda jush. Tani te zbulesa 11:15 thotë, dhe engjëlli 7 trumbetoi dhe në qiell pati zëra të mëdhenj, duke thënë mbretëritë e kësaj bote, pra gjithë politika që kontrollohet në këtë botë, janë bërë mbretëri të Zotit ton dhe të Krishtit të tij. Kur Jezusi vjen, ai u merr atyre. Është vetë Perëndia që u dha atyre, por tani i merr ato. Dhe ai ka për të mbretëruar. Pra të zbatosh Psalmin 8, që kisha duhet të marrë edhe të ushtrojë ndikimin e vetë politik, është të devijosh misionin kishës. Por misioni i kishës është të bëjë dishepull. Gjatë gjithë historisë, pushtetet politike që nga 606 deri në ardhjen e dytë të Jezu Krishtit janë në kontrollin e djallit. Janë të lejuara nga Perëndia. Të krishterët nuk duhet të ngatrohen me politikë. Mbretëritë e kësaj bote do të bëhen mbretëri të Zotit Jezu Krisht vetëm në ardhjen e tij të dytë. Vetëm në ardhjen e dytë do të kemi ligje të drejta. Vetëm në ardhjen e dytë do të kemi sundim të drejtë. Vetëm në ardhjen e dytë do të kemi vendosje të mbretërisë fizike të drejtë mbi tokë. Prandaj duhet jemi të esa. Edhe duhet të mos lejojmë të na ndryshojnë mandatin. Vinë me qëllime të mira, po edhe rruga për në ferë është me qëllime të mira. Po edhe devijimi të krishterëve vinë me qëllime të mira. Por kuptoni, ajo që po bëjnë të krishterët është që po luftojnë si Don Kishoti mullin të erës. Sepse ajo që thot Zoti për ditët e fundit, thot janë kohë të rrezikshme. Nuk janë kohë të mira. Janë kohë të rrezikshme. Edhe thot, sepse njerëzit kanë për të qenë në ditët e fundit të kishës. Nuk mund ta reformojë kisha botën në cilën jeton. Nuk mund të shpëtojë shoqërinë, nuk mundet. Me gjithë protestat që mund të bëjë, me gjithë ligjet që mund të vendosen, në fakt djalli nuk do të lejojë. Bota do të vazhdojë të shkojë keq e më keq. Sepse Zoti ja dha djallit dhe do t'ja marrë kur ai të kthehet. Kohrat e paganëve janë në kohën e kishës. Kur kisha të rrëmbehet,
mbretëria Perëndis ikën nga ky planet. Por pastaj vazhdon përsëri ajo mbretëria antikrishtit, janë përsëri kohrat e paganëve. Edhe Bibla thot, njerëzit kanë për të qenë dashës të vetvetes, lakmitar, burravec, krenar, të pandjeshëm, paqeshkelës, akuzues të rrem, përshmues të atyre që janë të mirë, tradhtar. Kjo është jeta që ne shohim. Ne jetojmë në këtë botë të keqe. Edhe thot, mendja mëdhenj, dashës të kënaqësisë më tepër se dashës të Perëndis, duke pasur forë perëndishmërie, por duke mohuar fuqinë e tij, prej të tillë largohu. Pra thirrja e Zotit është mos u merr me të, për të ndryshuar këtë botë, nuk e ndryshon dot. Por çfarë bëj? Predikoj ungjillin çdo krijese. Bibla është qartësisht vetë shpjeguese Hebrejt 2:6-9. Por njëri dëshmoi në një vend të caktuar duke thënë, çfarë është njeriu që ti të kujdesesh për të? Nuk po thet plot për kishën. Nëse doni të dini gjarë për i lashtë, kush është? U them që ishte zbaranik, i thonë ishte djalli, një tjetër thotë është një engjëll. Bibla interpreton vetë. Është tillë Bibla. Dhe ne gjejmë gjarë për i lashtë i quajtur djalli dhe Satan që mashtron gjithë dhëun. Tani kujt po i referohet Zotit e Psalmit 8? Po i referohet vetë Zotit Jezu Krisht, Adamit të dytë. Edhe thot, por tani ne nuk i shohim ende të gjithan poshtë këmbëve të tij. Edhe vargu më poshtë thot, por shohim Jezusin. Pra po flasim për Jezusin. Është një psalm mesianik, profetik, Psalmi 8. Prandaj vendosja e Psalmit 8 në kontekstin doktrinar bën të mundur që kisha të mos i marrë gjërat që i takojnë Jezusit, po të marrë gjërat që i takojnë kishës. Prandaj Psalmi 8 nuk ka lidhje me sundimin e kishës, por me sundimin e Jezu Krishtit në mbretëri. Ju do thoni, më fal pak pastor, a jeti pro LGBT-s? Jo. A jeti pro njerëzve që të vjedhin? Jo. A jeti pro ligjeve që vendosin njerëzit për të prishur shoqërinë? Jo. A ja pro ligjeve që të prishin familjen? Jo. A mban qëndrim ndaj këto? Po. Po ka një ndryshim midis qëndrimit dhe qëllimit. Qëllimi i kishës nuk është të mund të vendosë mbretërinë mbi tokë. Qëllimi i kishës është të fitojë shpirtat e humbur me anë të Ungjillit. Çfarë do të ndodhë me një njeri, ti takon një hajdut, edhe ti, a do ta ndryshosh atë sepse i vure ligjet mos vit? Nuk e ndryshon. A do të ndryshosh atë sepse i vure ligjet, për shembull një prostitute mos prostitutoj, nuk do ta bësh. A do të ndryshosh një gënjeshtar që to i vure ligjet, nuk do të bëj. Pse? Sepse natyra e njeriu është e rënë. A je dakord ti me një hajdut? Jo. A më të mësoj unë hajdutit të mos vjedh? Mirë do ishte, por e di çfarë? Mandati i njeriu të rilindur është të mësoj hajdutit, e di çfarë? Që ai duhet të ndryshojë nga brenda. Dhe ndryshimi nga brenda është përmes Jezu Krishtit. Pra, kisha nuk është të reformohet botën nga jashtë. Shumë pastorë i keq interpretojnë Biblën dhe janë verbuar. Nuk kam asnjë kundër këtyre gjërave që njerëzit bëjnë. Le të bëjnë. Por ju duhet kuptoni që ne studiojmë Biblën. Edhe duhet kuptoni të jeni të drejtë me Zotin në kontekstin e duhur dhe të bëni punën e duhur. Çfarë do të citoja një njeri që është me LGBT-n? Nuk jam pro tyre. As me ata që marrin hormone. Po nuk do të dalë për të bërë protesta, për të përmbysur qeverinë politike. Nuk është ky mandati i kishës. Unë e kuptoj që keni qëndrim të mirë me gjithë gjërat kur bëni, por kuptoni që mandati ynë nuk është ta bëjmë një hajdut duke i mësuar mos vit, duke i psikologjisur, sepse ai është i rënë, ai ka nevojë për Jezusin, asnjë i LGBT-s, asnjë vjedhës, një gënjeshtar, një mashtrues, çfarë do lloj njeriu që të jetë? Një korruptuar. Sepse do të heqin korruptuar, do vësh një tjetër, pse? Sepse të gjithë njerëzit kanë. Por cili është zgjidhja? Rilindja. Në qoftë se ai pastor do të dalë do të thotë, ka vetëm një zgjidhje. Pendohuni dhe besoni Ungjillin. Nuk do ta ftojnë më nëpër media. Nuk do ta ftojnë më atë. Do të mbyllin gojën. Por ai po bën politikë. Dhe politikën e ofron dikush tjetër, nuk e ofron Zoti. Andaj mos i ngatroni gjërat. E përmenda këtë sepse mbështeten tek Psalmi 8. Tani të shohim nga ana praktike. E përsia e emrit të Zotit, faktikisht Psalmi 8 fillon me epërsinë e Zotit dhe mbyllet me epërsinë e Zotit. Sepse thot vargu parë sa i epër më është emri yt në mbardhëll, kur është? Në ardhjen e dytë. Pastaj mbyllet përsëri sa i epër më është emri yt në mbardhëll, kur është?
në ardhen e dytë. Zakaria 14 shpjegon shumë mirë këtë. Tani, nga ana praktike do të shohim 3 gjëra. Së pari është për shkak të urtësisë së tij, së dyti për shkak të projektimit të tij dhe së treti për shkak të përkujdesjes së tij. Për shkak të urtësisë së tij vini në vargun 2. Nga goja e foshnjave dhe atyre që mëkohen ti ke caktuar forcë për shkak të armiqve të tu që ti të reshtësh armikun dhe hakmarrësin. Kam qenë duke menduar këtë kohë, pse Zoti midis 2 vargjeve që thot sa je për më shtemri yt. Pra midis vargut të parë dhe vargut 9 vuri ato vargje. Edhe fillon me njëherë edhe duke thënë që e përcia e emrit të Zotit është që ai ka marrë nga goja e foshnjave edhe nga goja e të mëkuarve, ata që ushqehen me lugë. Dhe thot ti ke caktuar forcë. Domethënë, kur flasi për forcën e Zotit që e shpalos ndaj armiqve të tij, ai e bën këtë me foshnja. Nuk ka nevojë Zoti të tregoj forcën e tij ndaj armiqve të tij. Ai do të shkajtrojë djallin me hukatjen e gojës. Por ai thot këtu, prandaj kur Davidi mendon për e përcinë e emrit të Zotit, edhe pasaj thot sa ai e për më shtemri, sepse ti ke bërë këtë. Atë si ta kuptojmë këtë? Duke krahasuar shkrimet me shkrimet në vëmër e diçka, Luka 10:21 thot në atë orë, Jezusi u ngazllua në frymë dhe tha, të falenderoj o atë Zoti i qiellit dhe i dheut, se u ke fshirë këto gjëra të urtëve të mençurve, dhe u ke zbuluar ato foshnjave. Po vërtet o atë, sepse kështu të duke mirë në sytë tu. Nga goja e foshnjave ka përcaktuar forcë dhe lavdi. Po këtu na thuhet që këto foshnja janë në opozit me kë, me të urtit e të mençurit. Po kush janë të urtit e të mençurit për cilët Jezusi u lut? Sepse edhe Davidi faktikisht në kohën e tij, ai vinte re të urtit e të mençurit dhe foshnja. Po edhe gjithashtu Jezusi buri re të urtit e të mençurit dhe foshnja. Po edhe në kohën e sotëm ka të urtit e të mençurit dhe foshnja. Atë në kohën e Jezusit, ata të urtit e të mençurit janë ata që janë teolog, janë ata që kanë mbaruar akademikët, shkollat akademike, sepse janë pikërisht kush? Skribët, farisejt, mësuesit e ligjit. Te Luka 11:42 deri në 53 keni të gjithë këto kategori aty brenda. Tani çfarë bën Zoti? Zoti thot kështu, që ai u afsheu atyre që janë akademik dhe u zbuloi atyre që nuk janë akademik. U afsheu atyre që janë farisej, mësues të ligjit, skrib, saducejnë, dhe u zbuloi atyre që janë të thjeshtë. Davidi thot sa ai e për më shtemri, sepse të gjithë mësuesve në Izrael që pretendojnë që janë me rregulla dhe akademik, me pak fjalë, sa më akademik të bëhesh, aq e vështirë bëhet që të lejosh Zotit të mësoj ty, sepse je i fryrë nga fjalët e mëdha. Por në qoftë se mban veten të përullur, atë Perëndia të zbulon. Dhe çfarë? Jo vetëm aq, po tregon fuqinë e tij, forcën e tij, lavdinë e tij me njerëzit e thjeshtë. Kështu i pëlqeu Perëndis. Kështu i pëlqeu Zotit. Zoti nuk zgjedh të përdor ata që ndihen të kualifikuar, po kualifikon ata që zgjedh. Fatkeqësisht njohuria intelektuale shpeshherë bazohet në intelektin njerëzor dhe bëhet pengesë për të njohur Perëndin dhe për të përdorur nga Perëndia. Në kohën e Isaias, shikoni çfarë bënin njerëzit e shkolluar. Njerëzit e shkolluar, shikoni tek Isaia 28:9 dhe 10. Sepse në kohën e Jezusit, kush ishin ata njerëz që ishin të shkolluar? Skribët, farisejt, mësuesit e ligjit, ata udhëheqin Izraelin apo jo? Tani kemi udhëheqësit e Izraelit në kohën e Isaias. Por Isaia ishte njëri që po mësonte fjalën e Zotit. Dhe ata thoshin diçka kundër Isaias. Çfarë bënin? Kujt t'ia mësoj ai njohurim? Kë do të bëj të kuptoj doktrinë? Atyre që janë zverdhur nga qumshti, atyre që janë hequr nga gjinj, pra foshnjave dhe atyre që mëkohen. Sepse duhet të jetë parim mbi parim, resht pas reshti, rest pas reshti, pak aty, pak atje. Dhe vinë re në kontekst është po u drejtohet atyre që udhëheqin Izraelin. E dini çfarë po ndodh aty? Ajo që po ndodh është që mësuesit e Izraelit po shohin një njerëz që pretendon që është profeti i Perëndis, edhe po mëson njerëzit duke përsëritur, si ata që mëson klasë parë. Resht pas reshti, varg pas vargu, fjalë pas fjale. Edhe ata thanë, ti jap njëri Perëndis po.
E di çfarë? Ne jemi të mëdhenj, që na mësosh ne rresht pas rreshti, që po na mëson ABC-n. Fjalë pas fjale, varg pas vargu. E di çfarë? Akademikët nuk e kanë qejf përsëritjen e predikimit të shpesh. Sepse ata janë të fryrë. Nuk e kanë qejf kur u thua rresht pas rreshti, varg pas vargu, fjalë pas fjale, edhe kthesh përsëri, rresht pas rreshti, varg pas vargu, fjalë pas fjale. Ata thoshin, ti na mësosh kështu? Po pse jemi ne? Na mëson edhe kështu, rresht pas rreshti. Ti ka mbaruar universitetin o burr. Rresht pas rreshti, varg pas vargu, fjalë pas fjale, duke përsëritur këtë. Dhe Zoti çfarë bën? U mbylli syt atyre. U mbylli mendjen atyre. Ata nuk kuptojnë shkrimet. Thot Bibla, nuk e them unë. Dhe Davidi thot sa për më shtemri yt. Dhe Jezusi u ngazëllua si Davidi. Edhe tha ti u zbulove foshnjave. Por jo atyre që pretendojnë që janë të urtë. Apo që mbahen në vlerë akademike. Dini që bota vlerëson anën akademike sot. Por sa më akademik ti jesh, aq më i paaftë je për të dëgjuar zërin e Perëndis. Shpeshherë kështu ndo. Tani te Isaia 28:13, Zoti vë bulën. Edhe thot, dëgjoni si do mësohet Bibla. Dhe dëgjoni si mësohet Bibla. Por fjala e Zotit që për ta, për ata, parim mbi parim, parim mbi parim, rresht pas rreshti, rresht pas rreshti, si në klasë të parë, rresht pas rreshti, nuk e ke shkruar mirë birë, nuk e ke shkruar mirë birë, me rresht pas rreshti dhe fillosh të mësosh buku shkrimi. A mendon që një akademik mëson rresht pas rreshti? Seriozisht, mendoni që ulet të mësoj rresht pas rreshti? Apo ju që jeni me shkollë, unë e ndot apo jo? Se dhe unë me shkollë jam. A mësoni rresht pas rreshti? Nuk mësoni. Por kështu mësohet Bibla. Kështu e vendosi Zoti mësimin e Biblës. Duke krahasuar pak aty, rresht pas rreshti, fjalë pas fjale. Edhe pëlqen që të dalin e të flasin fjalë oratorike, në vend të flasin krahasimin e shkrimit, rresht pas rreshti, varg pas varg, fjalë pas fjale. Edhe thot për fjala e Zotit që për ta parim me parim, rresht pas rreshti, rresht pas rreshti, pa këtu e pa atje, me qëllim që ata të arsimuarit të shkojnë e të bjen mbrapsht, të thyhen e të zihen me lak, në lak e të merë. Në qoftë se nuk ke përullësinë e një fëmije përpara Perëndis, nuk mund të mësosh shkrimet. Është e pamundur. Dhe shpeshherë përgatitjet akademike, teologjike, janë një pengesë për të mësuar drejt fjalën e Perëndis. Pali tha që unë i konsideroj pleh, dhe Pali ishte farise, dhe Pali ishte mësuar në këmbët e Gamalielit, në teologji si të kesh mbaruar sot Oxfordin. Edhe Pali thot e Filipianët 3, nëse ndonjë tjetër mendon se ka, se përveç se të besojnë në mish nga ana njerëzore, unë kam edhe më shumë, i rrëfprerë të 8 ditë, nga trungu i Izraelit, nga fisi Benjaminit, hebrej hebrejve, për sa i përket ligjit farisa. Dhe te Veprat 22:2 thot, unë vërtet jam një burr judej lindur në Tars, te këmbët e Gamalielit, dhe u mësova në përputhje me mënyrën e përsosur të ligjit të hetrëve. Tani tërë këtë përgatitje akademike, Pali thot në vargu 5, dhe pa dyshim dhe i llogaris të gjitha veç humbje. Por e përsin e njohjes së Krishtit Jezus Zotit tim dhe i llogaris ato veç pleh, që të mund të fitoj Krishtin. Pra Pali tha, tërë kjo përgatitje akademike është plehu im. Atë do të visi një fëmijë i zbjardhur. Zot, unë nuk di asgjë. Më hap syt, rresht pas rreshti, varg pas vargu, fjalë pas fjale. Zot, e përull zemrën time. Zot, jam i paditur. Kjo është lutja e Palit. Dhe i hodhi pleh ato gjëra. Po kur ulemi ne, ata që janë akademik, ne vendosim në krye, sepse ata do na flasin mençurinë. Edhe Zoti thot, ata janë budallënj. Zoti thot, nuk e them. Edhe Davidi i lavdron Zoti, sa për më shtemri yt. Që ti tregon forcë me ata që janë të dobët. Me ju. Veprat 4:13, dhe kur e pan guximin e Pjetrit dhe të Gjonit dhe perceptuan se ata ishin burra të pamësuar dhe të paditur, ata u mahnitën. U mahnitën. Wow!
Domethënë ata teologët e ditëve të Pjetrit, vinë në kontekstin. Kur pa një njeri që po fliste, dhe fjala kishte fuqi, dhe fjala kishte pesh, u mahnitën. Por cila ishte arsyeja? Nuk ishte të bënte me përgatitje teologjike, ata ishin peshkatar. Kishte të bënte me faktin që ata rrinin me Jezus. Burra të pamësuar, të paditur, dhe e njohën që ata kishin qenë me Jezus. 1 Korintasi 2, 3 dhe 4. Dhe isha mesjush, pali që ishte farisej që i hodhi poshtë ato. Pra një teolog i kohës vet, i hodhi poshtë, i konsideroi ple, thot, dhe shkova mesjush, me dobësi e në frikë, dhe me shumë dridhëm, dhe të folurit e mi. Ne ulemi ndonjëherë dhe fillojmë të flasim. Të qeni mua se unë kam mbaruar teologjin, pali tha, me frikë, me dridhje, sepse e di, është vetmja mënyrë se si Zoti mund të mësoj përmes me të tjerëve. Është kur unë konsideroj veten asgjë, edhe thjesht jam vetëm përquesi fjalës Perëndis. Edhe thot, dhe të folurit e mi, dhe predikimi im, nuk ishin me fjalë jose nga urtësia njerëzore, po në demonstrim të frymës. Si demonstron fryma? Duke krahasuar shkrimat në shkrimet. Pak aty, e pak atje, e pak aty, e pak atje, duke thënë çfarë po Zoti? Sa po ju thash te Psalmi 8, nuk zbatohet për kishën. Pse? Sepse Zoti e krahason vet, thot për Jezusin. Ju do thoni, po s'më pëlqen mua. Okej, unë mendoj që është më mirë të reformojmë shoqërinë. Okej, ju keni mendimin tuaj. Por Bibla thot atë që thot. Mua s'më pëlqen të mendoj që ne jemi në mbretërinë e Perëndis, jemi në mbretërinë e qeve tani, ne duhet të ndryshojmë politikën. Okej, është mendimi juaj. Por Bibla thot që kur Jezusi të vi dua marrë mbretërinë e botës. Nuk doja merrni juve. Pra, parimi është i qartë që Perëndia të përdor duhet të jesh i dobët dhe të varesh plotësisht tek ai. Dhe jo te aftësia jote intelektuale. Lexojmë vargjet më poshtë. 4 dhe 5, që besimi juaj të mos qëndrojë në urtësinë e njerëzve, por në fuqinë e Perëndis. Mos qëndrojë, sikoni mua si jam intelektual dhe jam njëri akademik e do të flas juve me shumë fjalë të mëdha. Megjithatë, ne flasim urtësinë ndër ata që janë të përsosur, ama përsëri jo urtësinë e kësaj bote. As të princave të kësaj bote, që shkon në hiç gjë. Çelësi është që urtësia nuk është urtësia e njerëzve, por është fuqia e Zotit, dhe nuk ka fuqi në urtësinë e njeriut. Nuk ka fuqi në urtësinë e njeriut. Nuk ka fuqi në urtësinë e njeriut. Vargjet 7 e 8 thot, po ne flasim urtësinë e Perëndis në mistar, pikërisht urtësinë e fshehur të cilën Perëndia kishte caktuar qysh përpara botës për lavdin ton, të cilën asnjë nga princat e kësaj bote nuk e njohu. Me pak fjalë, të shkolluarit akademikët nuk mund të njohin urtësinë e Zotit. Nuk e marrin dot. A ka ndonjë mënyrë që të mësosh? Po, mëson në një kishë lokale, si një foshnjë, rritu gjithashtu si foshnjë. Keni vëre, si thot Pjetri, por si foshnja të sapolindrua të doni qumshin e pastër të fjalës. Domethënë, nëse mendoni se dini, nëse mendoni se jeni dikushi, e dini çfarë, dhe i afroni Biblës si dikushi, nuk do merrni. Por nëse e bëni si foshnja, edhe ktheheni te Bibla, edhe shkoni me qëndrimin e një fëmije, atëherë do të pini nga fjala, se ndryshe nuk mund të fusni dot, sepse keni kokën të mbushur plot, me urtësi njerëzore, me intelekt njerëzor, me gjëra akademike. Doni të jeni dikush në botë, bëhuni akademik. Doni të jeni dikush në Zotin, bëhu i përulur. Zbraze veten tënde dhe shko si një fëmijë i vogël të mësosh nga Perëndia në anë të Biblës. Të shkolluarit akademikët nuk mund të marrin kurrë misterin e mesazhit të Zotit. Lexoni Biblën si thon. Nuk e marrin dot. Që është i fshehur, sepse nuk vjen përmes diturisë së njeriut, nuk vjen përmes arsimit të lartë, por sa më i thjeshtë jesh, aq më mirë është për ty që Zoti të përdorë të mësoj. Perëndia e fshet të vërtetën nga të diturit akademikët teolog. Nuk po flasim nëse je inxhinier dhe po bën punën tënde në profesion, mos e ngatro këtë gjë. Po flasim për këtë përgatitje akademike teologjike. Nuk po flasim nëse je mjek edhe po bën punën edhe Zoti nuk të përdor. Mos e ngatroni këtë gjë. Po flasim për ata që pretendojnë që dinë, që në fakt nuk dinë asgjë. Nuk dinë asgjë. Perëndia fshet të vërtetën nga të diturit
akademikët teologë dhe u zbulon foshnjave. Atyre që pranojnë pafuqishmërinë e tyre dhe përmes tyre tregon forcën dhe lavdinë e tij. Pra përulësia është çelësi i zbulesës hynore. Tani, psalmi 131 dhe 2, ja, çfarë bën Davidi? Zot, zemra ime nuk është krye lart, as sytë e mi mendje lart. Unë se ushtroj veten në çështje të mëdha, apo shumë të larta për mua. Sigurisht solla mirë dhe qetësova veten si një fëmijë që është i zgjedhur nga ëma. Shpirti im është pikërisht si një fëmijë i zgjedhur. Qëndrimi i Davidit është, edhe duhet të jetë qëndrimi i çdo njeriu, pavarësisht përgatitjes që kemi. Zot, vi tek ti. Zot, si një fëmijë, unë nuk jam krenar, nuk pretendoj që di, nuk mendoj që po të ulem me ata grup njerëzish, jam i aftë të ndaj ungjillin apo të pretendoj si di dikush. As të ulem me këtë skuadrën sikur jam i aftë, Zoti im. Zot, unë jam asgjë. Ky duhet të jetë i folur as sinqert me Zotin. Edhe Zot e përul veten time si një fëmijë, Zoti im, sepse ti u zbulon fëmijëve të veshit, ti u zbulon foshnjave. Unë e di Biblën, Zot. Nuk mund të të marrësh nga Perëndia nëse pretendon që je dikushi edhe je i fryrë me nivel akademik. Nuk mundesh. E parë Korintas 1:26-29 thot sepse ju e shihni thirrjen tuaj vëllezër se si nuk janë të thirrur shumë të urtë sipas mishit, as shumë të fuqishëm, as shumë fisnik, por Perëndia ka zgjedhur gjërat e marra të botës, foshnjat. Për të çfarë? Për shtjelluar të urtët. Dhe Perëndia ka zgjedhur gjërat e dobta të botës për të poshtjelluar ose të turpëruar ose hedhur poshtë të fuqishmit. Dhe Perëndia ka zgjedhur gjërat e ulta të botës dhe gjërat që përçmohen madje dhe gjërat që janë për të katandisur në hiç, në asgjë, ato që asnjë mish të mos mburret përpara tij. Pra Zoti nuk zgjedh ata që ndihen të kualifikuar apo pretendojnë që janë të kualifikuar apo që bota i quhen të kualifikuar, por kualifikon ata që ai zgjedh. Dhe ai zgjedh ata që janë foshnja me një qëndrim të përulur përpara Perëndisë. Wow. Ai e për mështemër yt. Dhe ai tregon forcën e tij, është ajo forcë që çau detin, thot Bibla, ku krahasojmë shkrimet me shkrimet. Ai tregon forcën e tij, ai mund të bëjë gjëra të mëdha ashtu si detin e çau, përmes juve që jeni të dobët e të përmbani te Perëndia. E dini kush e ka forcën për të bërë gjëra të mëdha me Perëndin? Ju që jeni të dobët. Ju, thot Bibla. Prandaj sa e për mështemër yt, sepse me anë të foshnjave ti tregon forcën tënde. Është e mahnitshme. Prandaj Pali tha, do të mburrem në dobësitë e mia, sepse kur jam i dobët, atëherë jam i fortë. E dyta është për shkak të projektimit të tij. Kur marr parasysh qejt e tu, veprën e gishtave të tu, hënën dhe yjet që ti ke caktuar, lavdia e Perëndisë është vendosur mbi qejt apo jo? Dhe vargu 3 na thot krijimi nuk është diçka e rastësishme, nuk erdhi nga asgjëja, po është vepër e duarve të Perëndisë, vepër e Perëndisë. Perëndia është arkitekti i universit. Dhe Psalmi 19 na zbulon më shumë, qejt deklarojnë lavdinë e Perëndisë dhe kubea qiellore dëfton pundorën e tij. Dita i shprehet ditës me të folur dhe nata i dëfton natës njohuri. Domethënë vargu 2 thot ka një fjalim që nata i flet ditës, dita i flet natës, ka një fjalim në krijim. Edhe vargu 3 thot pasaj, nuk ka asgjë të folur as dëgjurim, ku zëri tyre nuk dëgjohet dot, por vija e tyre shkon përmes bardheut dhe fjalët e tyre në fund të botës. Domethënë, nuk mund të dëgjosh fjalë, por është një gjuhë universale që çdo njeri e kupton. Pra nëse shikon krijimin, atëherë do të kuptosh shumë gjëra nga krijimi. Që nga Zanafilla 1:1 edhe deri te zbulesa 22. Mesazhi i fjalës së Perëndisë përmes krijimit është i fuqishëm. Në vargun 4 thot, vija atyre shkon përmes bardheut dhe fjalët e tyre deri në fund të botës. Domethënë deri në skajin e tokës, Perëndia flet me krijimin. Në tokë ka vënë një tabernakull për diellin. Kur krahasojmë shkrimet me shkrimet për tabernakullin është e mrekullueshme. Tabernakulli është dielli, është Zoti Jezu Krisht. Sepse te Malakia 2 thot, ai do të vijë si dielli, nuk thot si biri i drejtësisë, por si dielli i drejtësisë. Dhe ka krahasuar biri me diellin. Por lindja e Zotit Jezu Krisht erdhi në festën e tabernakullit. Ardhja e dytë e Zotit Jezu Krisht erdhi në festën e tabernakullit. Gjithashtu, ajo që ndodh është që Zoti e bëri projektimin e universit në mënyrë të tillë dhe veçanërisht atmosferës së tokës që kur dielli lind, ajo që do ndodhte do të shikosh që lindi kuq
Kur dielli perëndon, do të shikosh që perëndon i kuq, e bëri Zoti të tillë që nga fillimi nuk u bë asgjë aksidentale. Që kur të shikosh ka një gjë që vlen mbi çdo gjë tjetër. Gjaku i Krishtit. Gjaku i Krishtit. Edhe ai është i vetmi që mund të shpëtojë dhe shpengojë çdo mëkatar. Po gjithashtu është si dhëndër. E dini kush është nuse? Kisha, po dhëndër kush është? Krishti është krahasuar gjithmonë me një dhëndër. Edhe këtu çfarë është? Këtu është ardha e Krishtit për të marrë kishën e tij. Dhe si një dhëndër thot kalon nga oda e tij ose nga dhoma e tij dhe thot që nga zlet si një burrë fort për të vrapuar një garë. Dalja e tij është nga një skaj dhe ai do të vijë nga një skaj, ai do të mbledhë kishën, ai do të marrë njerëzit e tij, është dhëndri. Është e bukur. Krimi flet shumë. Thot kur marr parasysh qejt e tu. Qejt e tu. Çfarë do të thot? Shumë e thjeshtë. Krijimi është i Zotit. Yjet, hëna, dielli, galaktika kanë një kryes. Universi nuk është aksidentalisht, nuk është nga shpërthimi, nuk është as nga pluri radioaktiv, është vepër e Perëndis. Qejt e tu janë 3 qej në Bibël, 2 Korintas kapitulli 11-12, Pali shpjegon këta, po gjithashtu vepër e gishtave të tu. Domethënë, universi jo vetëm që u krijua nga Perëndia, por Zoti dizenjoi ato në mënyrë të mrekullueshme dhe i bëri ato në mënyrë të mahnitshme si një arkitekt. Prandaj Davidi u mahnit me krijimin, sepse ishte projektuar dhe është projektuar në mënyrë të mahnitshme. Edhe ato duar që shkruajtën plakat e Mojsiut, shkruajtën ligjin e Perëndis, ato duar që shkruajtën dhe dhanë falje asaj gruas, mëkatare të Gjonit 8, ato duar që me të vërtet shkruajtën kur mbreti Belshacar ju hoq sundimi në mur, janë ato duar që krijuan universin. Janë duar të Perëndis. Te Ligjëpërtiri 9:10, edhe gjithashtu te Danieli 5:5 do t'i vini re këto gjëra, që thuhet që Zoti më dorëzoi 2 pllaka guri të shkruar me gishtën e Perëndis. Perëndia e krijoi universin me gishtat e tij. Dhe gjithashtu që ti ke caktuar, të ketë caktuar ose është si fjala shuguruar, është fjala bajosu, është fjala dur, caktuar. Edhe janë 7 caktime, në fakt gjendet mbi 40 herë fjala caktim në Bibël. Edhe flet për apostujt, pleqt, për tokën e Izraelit, për secili prej nesh që caktuar, Jezu Krishti vetë caktuar kur i përfshim në vjatën e vjetër, qeveritë civile, gjykimi i njerëzve, universi ka caktuar. Pra çdo gjë që Perëndia krijon e krijon në mënyrë perfekte, të përsosur dhe ka vënë të gjitha gjërat në vendin e vet dhe nënshtron ligjeve të tij dhe janë në harmoni të përsosur. Që nga universi edhe deri tek jeta njerëzore. Dhe vini re krahasimi i Psalmit 33. Kur marr parasysh qejt e tu, veprën e gishtave të tu, edhe ke caktuar, i ke vendosur në një rregull, i ke vendosur të lëvizin harmoni. Pastaj thot te Psalmi 33 thot, qejt u bën me anë të fjalës së Zotit. Dhe vini re, fjala e Zotit zvendëson emrin e Zotit. Por gjithashtu ne dim fjala e Zotit është Bibla. Atë Perëndia e bëri qejt me anë të fjalës së tij. Ai e urdhëroi dhe gjithashtu ndërhyri në univers si një arkitekt për të bërë gjërat në mënyrë mjeshtërore me duart e tij. Edhe vini re diçka që fjala e tij i bëri të mundur universin të qëndroj. Dhe gjithashtu e mban universin sipas Hebrejve, kapitulli parë, 3 vargjet e para. Bëri të qëndrojnë. Të gjitha kanë lëvizjet e tyre, kanë rregullsinë e tyre, kanë strukturën e tyre, kanë gjërat e tyre. Edhe kjo është e bukur. Që do të thotë që ka 2 ligje, nëse mund të them kështu, ligji i gjithësisë dhe ligji i jetës. Dhe nëse kupton këtë, do të kuptosh që gjithësia, që kur është krijuar te zanafilla, po lëviz ashtu si Zoti i vendosi sepse i caktoi dhe i mbajti me anë të fjalës së tij. Po edhe njeriu gjithashtu ka ca ligje që nuk është që tani pas 100 vjetësh do i ndryshojmë se Bibla është e vjetër, jo. Rregulla se si funksionon familja, si rriten fëmijët, si është një jetë e shëndetshme, gjitha gjërat, ashtu si dielli ka lëvizur, yjet kanë lëvizur, hëna ka lëvizur, toka ka lëvizur dhe qëndron që kur Zoti i bëri. Kështu është dhe me jetën tuaj. Dhe sojni Biblën. Jo Bibla është e vjetër. E vetmja mënyrë se si mund të shkatroni jetën është hiqeni Biblën nga zbatimin e jetën e praktike. Në jetën e përditshme. Dhe shkatrohet. Universi nuk shkatrohet sepse Zoti e mban.
Po ne kemi mundësi ta mbajmë jetën tonë të qëndrueshme. Një kishë është e shëndetshme kur mban Biblën, jo kur hedh poshtë Biblën. Sa ai për më shemryt. Amen. Ai ka vendosur gjërat që ndrojnë. Edhe për shkak të përkujdesit së tij, kjo është pika e tretë. Davidi thot, kur marr në konsiderat krimin, yjet, diellin, hënën. Keni marrë ndonjëherë në konsiderat, keni dalë në një natën të konsideroni gjithë të gjërat sa të bukura janë? Atë shohim pak bashk, shpejt disa gjëra. O Zot, Zoti ynë, kur marr parasysh qiejtë tu, veprën e gishtave të tu, hënën dhe yjet që ti ke caktuar, çfarë është njeriu që ti të kujtohesh për të? Dhe birë njeriu ta vizitosh atë. Çfarë është? Kur unë shikoj tëra ato gjëra të mahnitshme, çfarë jam unë, o Zot? Shikoni njeriu. Dhe a foto e parë. Njeriu është pak më i shkurtër se sa një lule dielli. Keni hyrë ndonjëherë në armë lule dielli? Kur janë rritur plotësisht, jo kur janë të vogla. Atë është njeriu. Tani në qoftë se e zvoglojmë pak njeriu edhe shohim më lart ta krahasojmë me kullën e Eiffel apo me anijen e Titanikut, ja ku është një pikë. Atë është njeriu. Atë është. Po në qoftë se largohemi pak edhe shohim tokën nga larg, çfarë është njeriu? Çfarë mendoni që është? Tani në qoftë se shkojmë në sistemin tonë diellor, shkojmë më larg, çfarë është njeriu? Edhe në qoftë se zmadhohemi ose hymë më shumë në univers, edhe shohim, edhe të vini aty ka yllin Vega, që sistemi ynë diellor duket i vogël, toka duket si një pik. Atë çfarë është njeriu? A në qoftë se vazhdon e zvoglohet më shumë, edhe ja ku është ylli Vega, duket shumë i vogël, edhe dielli mezi duket aty, çfarë është njeriu? Edhe në qoftë se vazhdojmë, zgjerohemi, domethënë shkojmë më tutje, edhe vazhdojmë, çfarë është njeriu? Edhe pastaj në qoftë se shkojmë përsëri 2.5 vite drite, keni diametrin e atij syrit. 2.5 vite. Ata çfarë ka aty brenda? Po çfarë është njeriu? Në qoftë se shkon më larg, 11 vite diametër gjen atë hyjsin aty. Edhe në qoftë se e dini ne jemi në hyjsin e rrugës së Qumshit. Është 150 vite drite nga njëri skaj deri në skajin tjetër. Domethënë të lëvizësh me 300.000 kilometra në sekond. Do 150 vite të shkosh aty. Ku është? Ja ku është dielli? Ku është toka? Ku është njeriu? A mund të mendoni sa i madh është Zoti? Çfarë është njeriu? Dhe prapë ai kujdeset. Tani në qoftë se shkojmë edhe më larg, atë kemi një yll që është supergiganti eliptik, galaksia supergigante, dhe si shikoni aty, që është 4 milion dritë diametër. Edhe asi duket rruga e Qumshit aty. Ku jemi ne në atë rrugë të Qumshit? Ato të shkosh prapë më larg me një hyjsi tjetër, atë ke 500 milion dritë diametër. Në qoftë se shikon pasaj do të gjesh 10 miliard dritë galaksi, kanë zbuluar, por flas për ato që njeriu ka arritur të shohë me teleskop. Atë pyetja e fundit është, çfarë është njeriu në gjithë universin? O Zot, Zoti, kur marr parasysh qiejtë tu, veprën e gishtave të tu, hënën dhe yjet që ti ke caktuar, çfarë është njeriu që ti të kujtohesh? Dhe birë njeriu ta vizitosh ata. E megjithatë ai het syt mbi ne. Edhe ai erdhi për ne. Edhe ai vdiq për ne. Ai u varros për ne. Ai u ringjall për ne. Këtë na ka bërë në imazhin e tij. Por ta dini jemi aq të vegjël përpara një Perëndie madhështor. Dhe kjo na mbush me admirim. Kjo bëri Davidin që të mund të thoshte sa i epër me emri yt. Sa i lavdishëm me emri yt, sa madhështor emri yt, nuk ka asnjë të krahasuar. E prapë ti hap syt tek unë. Është e mrekullueshme. Tani Psalmi 4, 3 deri në 6 thot, kur marr parasysh qiejtë tu, veprën e gishtave të tu, hënën dhe yjet që ti ke caktuar, çfarë është njeriu që ti të kujtohesh për ta? Dhe birë njeriu që ta vizitosh atë, se ti e ke bërë pak më të ulës se engjëjt dhe ke kurorzuar me lavdi dhe nder. Ti e bërë atë të ke sundim mbi veprat e duarve të tua, ti ke vënë gjitha gjërat nën këmbët e ti. Dhe Psalmi 144:3 na jep një zbulesë tjetër, thotë, dhe çfarë është njeriu që ti t'ia dish për ta? Çfarë është birë njeriu që ti llogarit?
Janë të paktën 4 gjëra që japin për kujdesja Perëndis. Zoti kujton njeriu, e viziton njeriu, kujdeset për njeriu, e llogarit njeriu. Sa e për më shtemrit, kur shikon gjithë atë univers, që është miliona, miliarda vjet dritë larg në gjitha drejtime, atëherë ka një kufi. Edhe prapë Zoti hedh sy tek ne. A mund të vazhdojmë të mendojmë të mbahemi krenar? Apo të jemi të pagurt? Dhe mendoj që mund të studioni vetë këtë në shtëpi, ose nëse Zoti më drejton, mund të shohim këtë pikë të tretë më vonë. Por 3 janë gjërat që na japin e përsinë e emrit të Zotit për shkak të urtësisë së Tij. Sepse ai u zbulohet foshnjave, por jo atyre që mbajnë vetë lart apo akademikëve teolog. Ai gjithashtu ka bërë gjitha gjërat në mënyrë të mahnitshme, i ka caktuar rregullat, ligjet në universitet të jetës. Edhe ka dhënë gjitha gjërat në mënyrë të përsosur. Ne mund t'i besojmë fjalës së Tij, sepse fjala e Zotit e mban universin. I ka vendosur gjërat në vendin e vet. Dhe gjithashtu mban dhe jetët tona. E të besojmë për jetët tona, për të ardhmen tonë, këtij libri. Më shumë se kudo tjetër, sytë tanë do të jenë mbi këtë. A jetojmë sipas Biblës? A është jeta jonë, sepse ndryshe nga yjet, ne kemi vullnet të lirë të marrë vendime. Yjet po, por vendimet kushtozohen po nga ligjet e Zotit, sepse shmbjell njeriu korr, dhe gjithashtu për shkak të përkujdesis. Megjithatë, në gjithë madhështinë e Tij, sa i madh është Perëndia, ai hedh syt mbi ty. Ai hedh syt mbi ty. Ai hedh syt mbi ty. Ne mund t'i besojmë atij. E duhet t'i besojmë atij. Psalmi 8 është psalm për ardhjen e dytë të Krishtit, ku emri i Tij i lavdishëm nga lindja në Perëndin do të lartësohet, ku çdo gjuhë do të përulet përpara Tij, dhe çdo gjuhë do të rrëfej që ai është Zot. Dhe gjithë krijimi, ashtu si Adami, do t'i nënshtrohet Jezu Krishtit. Kjo është piktura profetike. Ka ana praktike, ashtu si Davidi, edhe ne, kur ne jemi duke ecë me Zotin, edhe në plotësinë e jetës me bollëk, ne mahnitemi nga Perëndia. Dhe kuptojmë si punon Perëndia, ai punon me foshat në njerëz të përulur. Dhe kuptojmë si ka vendosur gjitha gjërat edhe i mban me anë të fjalës Tij, dhe ne mund t'i besojmë Biblën. Dhe kuptojmë që Perëndia është i mirë me ne, dhe ai përkujdeset për ne. Edhe mund të themi, sa e për më shemri yt. Sa e mrekullueshëm shemri yt. Amen. Le të ulim kokën. Do të pyes, a e dini me sigurinë 100% që jeni të shpëtuar? A e dini me sigurinë 100% që nëse do të vdisin tani do shkonin paras? Është e rëndësishme të zgjidhni këtë gjë me Zotin. Edhe në qoftë se jeni të rilindur, emri i Tij është i epër. Ai zbulon veten e Tij fëmijëve të vegjël. Ai zbulon veten e Tij foshnjave. Por foshnjat në kohën e Jezusit ishin burra, po ishte qëndrimi i tyre i zbrazur, si pali që i hodhi poshtë gjitha ato vlerat akademike dhe shkoi përpara Zotit si një fëmijë i vogël. Edhe Davidi tha, kam bërë veten time si një fëmijë të zgjerë. Por uluni përpara Zotit. Ai do të tregoj forcën e Tij ndaj armiqve të Tij përmes jush të përulurve. Edhe nëse jeni të dobët, lavdi Zotit. Ktheheni syt nga Zoti. Ai është forca juaj dhe ai do të bëjë të mundur të tregoj fuqinë e Tij. Besojeni Biblës. Bibla mban ligjet e universit. Ligji i parë i termodinamikës, ligji i dytë i termodinamikës, gjithë ligjet në univers janë nga fjala e Zotit. Besojeni Biblën dhe për ligjet e jetës, për rritjen e fëmijëve, për mbajtjen e familjes, për jetën e përditshme. Mos u konformoni me botën, por transformohuni me anë të fjalës së Zotit. Le të prulemi.